Aja që kam kalon për shtypje po flasë në cilësinë e pacientes në këtë rast, dhe të dyjave ju njo edhe nga cilësia pacientes, po jo çdo biokimist e bën, por shpesh pacienti nga anamneza që ta jep biokimisti i shton edhe diçka. Cilat janë ato analizat bazë që rekomandohet edhe që lufton te që me hy në sistem që çdo ginekolog me i kërku që një shtatzanim me shkumbar? Atëherë, si ciku edhe doktoresha, me gjënë se i përket fushës dhe ndjek monitoron gjithë shtatzanin, gjithë trimestrat e shtatzanis, të klasifikojmë pak sepse normalisht që duhet të monitorohen të gjitha sistemet. Për vetë faktin që një grua shtatzan, do me thënë që nga momenti i parë, kur bëhet një screen test ose testi tjetër që konfirmon shtatzanin, dhe që përveç qesës gestative që e ka pa në eko ginekologu, atër testi i parë që kërkohet në laborator është beta HCG-a. Ky test është shumë i rëndësishëm se normalisht që konfirmon shtatzanin dhe nuk duhet të bëhet më njerë ditë e para. Dhe më thënë, ajo koha ideale është pas javës së 5, kur veç femra nuk ka cikël menstrual dhe është konfirmu një mënyrë qesja gestative nga ana e ginekologut. Idealja do ishte java e 6. Pra kjo është testi i parë që bëhet për të konfirmuar dhe vërtetuar ose vullosur në një mënyrë punën e ginekologut që po ndërlidhet me aspektin laboratorit dhe biokimik dhe për të konfirmuar një shtatzanime të dhënat e ekos. Testet të tjera pastaj, do me thënë, duhet të ndiqet follow-up një shtatzani, një grua shtatzan. Cekët, do me thënë, doktoresha ceku edhe hormonet e gjëndrës tiroide, hondo klasifikoja për vetë faktin që ndryshon nivelli i estrogeneve gjatë shtatzanis, atër pa tjetër kur dim që hormonet luajnë rol të madh funksional e theksoj ose ritheksoj në organizmin ton, ndryshon metabolizmi të një grua shtatzan. Dhe çka duhet të bëjmë, do me thënë, hapi i parë, përveç një pasqyrë të gjakut, që ajo është e para për të parë nëse kemi një anemi sideropenike kryesisht, ose anemi nga deficienca ose mos sinteza e vitaminës B12, të cilën biokimisti ose unë si mjek laboratori unë e vrej që në hap të parë tek pasqyra e gjakut ose hemogrami. Dhe pastaj preferoj, varësisht nga elementet e figuruara të gjakut, ama orientoj në anemi sideropenike nga mungesa e hekurit, që kjo do thellohet nëse është një bazë ose është në atë kufirin e vlerave të gruaja shtatzan, pastaj do thellohet për vetë nevojat që ka fryti për ushqim nga nëna. Pastaj nivelli i hekurit që është shumë i rëndësishëm, nivelli i feritinës ose depove të hekurit që po ashtu është shumë i rëndësishëm, sepse ngjyrën e gjakut e dim që jep hekuri, do me thënë aq shumë procese në metabolizëm dhe në oksigjenim ka hekuri dhe hemoglobina kryesisht. Kështu që me njoft pacientët organizmin, si që njofim një mjekët dhe mekanizmat, pa tjetër që si që dërgojmë makinën në 2 herë në vjetë të servisi, organizmit do i rinim gati 3 ose 4 herë në vjetë. Pastaj vazhdojmë me testet metabolike kryesisht për prediabet dhe diabet, nivelli i glicemis, esëll nivelli i insulinës dhe rezistencës e insulinës, që është shumë i rëndësishëm, ose HOMA-IR quhet, po ashtu tremujorshi ose hemoglobina glukolizuar, dhe testet të tjera, një pasqyrë urine pa tjetër, një check-up i përgjithshëm duke parë edhe funksionin e tëmthejt, funksionin e veshkave, funksionin e mëlqis. Pra, në përgjithsi, një check-up i përgjithshëm metabolik është shumë i rëndësishëm për të identifikuar problemet të cilat më vonë mund të rriten ose zmadhohen dhe mund të dëmtojnë shëndetin e një gruaje shtatzan, po ashtu edhe të frytit.